Ky ishte paralajmërimi që kryeministri Edi Rama i bëri kryebashkiakut të VAU Today-s Kristian Shkreli vetëm një javë para zgjedhjeve. 11 ditë pas kësaj deklarate, agjentët e BKH-s dyshojnë se i kanë sekuestruar telefonin kryebashkiakut të VAU Today-s, i cili, siç duket nga dyshimet e kryeministrit Edi Rama, ka punuar për t'i dhënë vota Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, që në VAU Today-s ka dalë forca e parë, duke nxjerrë PS në vendin e tretë. Dyshimet janë gjithashtu se gjatë operacionit ku është sekuestruar telefoni i Kristian Shkrelit, janë shoqëruar edhe disa persona të dyshuar për krime zgjedhore, të cilët dyshohet se janë pjesë e shtabit të PSD-s në qarkun e Shkodrës. Kjo është një provë që tregon se SPAK nuk merret me krime zgjedhore, batërdin që bëri Edi Rama për të marrë mandatin e 4 në 11 maj, por t'i sulet çdo kujt që ka prekur interesin e kryeministrit. Deri më tani SPAK ka kryer disa kontrolle e ku dyshohet se janë sekuestruar materiale komprometuese për shitblerjen e votës nga shtabet elektorale të Partisë Social-Demokrate në disa qarqe të vendit. Ndërsa në Fier dhe në Kukës, SPAK ka arrestuar 3 persona deri më tani të përfshirë në blerjen e votave për Partinë Social-Demokrate që drejtohet nga Tom Doshi. Në Fier u arrestua Pandeli Bozha, babai i kandidates për deputete të PSD-s Limonera Bozha, i cili dyshohet se ka kryer krime zgjedhore. Ndërsa në Kukës, pas përfundimit të procesit të votimeve, u arrestuan 2 kushërinj të dyshuar se kishin blerë vota për Partinë Social-Demokrate.